A e din që shumë shpejt kime mujt me pagu ma shumë se 10.000 euro cash në Gjermani. Pra, nëse prej 2027-ës ti provon me ble një makinë, çka do që tjetë me ble gjëra që mund të kontrollohen dhe kalojnë 10.000 euro, qoftë në një pagesë të vetme apo vjetore, bankat dhe financanti do ta kenë një formular të cilat do ta dërgojnë në shtëpi dhe do të pyesin tani ka filluar vetëm kjo, nëse ti bën pagesa 10.000 euro jashtë atyre që janë të detyrueshme, bankat kanë me të dërgu një pyetësor se ku po shkojnë këto pagesa dhe pse janë bë. A është kjo për një nga ato ligjet të cilat e mundson anashkallimin e pastrimit të parave, apo thjesht është kontroll i shtuar në parët e tua? A mendoni që ky ligj o do është më bë dhe si do të veprani, a keni pagu ma shumë se 10.000 euro cash në vit, edhe ajo duket që do t'ju dëmtoj?